Moderatorja e njohur Arbana Osmani ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me një detaj të vogël në një foto të postuar së fundmi. Në imazhin ku ajo shfaq petullat e sapo bëra, vihet re se unaza e fejesës ndodhet mbi tavolinë dhe jo në gishtin e saj. Ky detaj ka shtyr fancat të pyesin për arsyeën, ndërsa Arbana e ka zbuluar vetë të vërtetën. Gjatë gatimit ajo preferon t'i heqë unazat për të ndjerë më e lirë dhe për të ruajtur pastërtinë e bijuterive. Me thjeshtësinë që e karakterizon, Arbana tregoi edhe një herë se pas ekranit është një njeri krejt i zakonshëm, që përkushtohet kuzhinës dhe gjërave të vogla të përditshmërisë. Këtë pjesë të saj ajo e ka dëshmuar gjithmonë, sidomos në rrjetet sociale, ku është mjaft e pranishme me gatime të shijshme që i bën për familjen e saj. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Arbana Osmani ka deklaruar se është gjatë punimeve të një projekti të ri televiziv që pritet të pushtojë ekranet shqiptare. Ndërsa për emisionin e saj që transmeton në YouTube, Mbrëmja Yje, na duhet të themi se suksesi që ka pasur ka qenë i padiskutueshëm, duke numëruar miliona shikime në çdo puntat, ku të ftuarit janë nga emrat më të spikator të estradës shqiptare. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.